Miqtë e mi, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot në programin Po Zot. Ishte adoleshent në shkollën e mesme të Gjuhëve të Huaja në Shkodër, kur dëgjoi Ungjillin për herë të parë. Edhe pse kaloi një kohë të mirë duke parë filmin Jezus në kinema bashkë me moshatarët e tij, do të ishte ndryshimi drastik i shokut të tij të dhomës, që do ta bënte të kërkonte më thellë Perëndin. Pas 6 muajsh kërkimi për të vërtetën dhe biseda me pastorin e drejtues të tjerë në kish, një ditë, në gjunjë, i dorëzoi jetën e tij Jezusit. Një gëzim i papërshkrueshëm me fjalë pushtoi zemrën e tij, dhe këtë lajm të mirë nuk mund ta mbante dot vetëm për vete. E ndau Ungjillin me familjen e tij dhe brenda 5 viteve, vëllezërit, motrat dhe prindrit e tij, jo vetëm që janë të shpëtuar, por edhe i shërbejnë Perëndis në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ju ftoj sot të ndjekim rrëfimin e besimit të një miku të mirë, që na tregon se jeta jon merr kuptim dhe qëllim kur është ndërtuar mbi shkëmbin, Krishtin. Ai na inkurajon që të mbështetemi tek Perëndia në çdo situatë, qoftë kjo e bukur apo e hidhur. Edhe sot, ai vazhdon të thojë: Po Zot, edhe sikur të humbas gjithçka, ti më mjafton. Jam Alfred Zefi, aktualisht i përfshim me Fondacionin Shpresë për Botën, prej 25 vitesh shërbej me institucionet rezidenciale në Shkodër, pra mbështesim si organizat këto institucione. I martum me prenden edhe Zoti na ka beku me 3 fëmijë. Falënderoj Zotit që i kam thënë po Zotit në një moment të hershëm të jetës time. Unë kam qenë adoleshent të studiu gjuhë huja në shkollën e mesme Shejna Zejuka në Shkodër. Në momentin e parë kur kam pas një ftesë prej institutit Jeta Re sot, për me shku me pa një film të Jezusit në kinema. Ky ka qenë momenti i parë, ose tamam takimi i parë me një histori të Krishtit. Kam shku në atë kinema, kam pa filmin, na kanë dhënë nga një dhjatë të re si dhuratë në fund takimit. E kam marrë, por nuk është se kam pas një, po thëna, diçka të veçantë që ndodhi. Patjetër më ka pëlqyer filmi, por nuk kam pas një lidhje të filmit me jetën time në atë kohë. Ajo që ndodhi mas këtij momenti ishte që një prej shokëve të mi, që ishte edhe shok dhome në konvikt, Arben Burzgjoka, ishte personi që mas këtij aktiviteti filloi me shku në një kishë lokale në Shkodër. Edhe nuk e disha këtë gjë, por ajo që po ndodhte ishte që jeta e tij filloi me ndryshu. Edhe ne ishim 4 shok në dhomë, secili prej nesh vuni re që Beni ka fillu me kënë ndrysh, sepse nuk po vjen ma me ba gjana që ishim të ba si të rinë atë kohë. Kështu që një natë kam pyti, kam thënë, Ben, që ashtë të ndodhë? Edhe Beni ka nda me mu që Fred, jam të shku në një kishë ungjillore, kam taku një misionar, një pastor, David Hosafluk, që ishte edhe themelusi i kishës biblike baptiste, edhe thot që nuk e di, kam gjetë jetën, kam gjetë Krishtin, pa tjetër si shok dhome në atë kohë, edhe unë në mënyrë të veçantë, e kam vu shumë në lojë. Të i thonë që shife, Ben, kena kohë me menu për besim, kena kohë me menu për Zotin, letë shijojmë shkollën e mesme, shoqëninë që kena e tjerë. Por Beni ishte shumë i vendosur, nuk ka ra pre e as një ftese, pavarësisht e çfarë niveli ishte ftesa, pra ka vazhdu me ba një jetë ndrysh. Edhe në njënën anë më shqetësonte, sepse që ashtu ndodhë me ta, do në më ba prift kë, nga ana tjetër me thënë drejtën, kisha një dëshirë të madhe me kuptu, mor, pse është ndrysh këtë person. Edhe më ka ftu në kishë, më thot Fred, nëse me të vërtet ke dëshirë me pa qa ka ndodhë me jetën teme, të ftoj me ardhë në një takim. Mas disa ftesave kam marrë iniciativen me shku. Edhe
gjaja e parë që kam vurë re të ai komunitet, ka qenë një mikpritje e jashtëzakonshme. Edhe kam kuptu që këtu ka dy gjana që janë evidente. Një, mund t'jenë që janë tamam hipokrit, sepse unë jam një konviktor, edhe si ka mundësi që secili prej atyre personave që ishte në atë takim me kenë aq dashamirës e aq mikpritës me mu, ose kam thonë diqa tjetër ka këtu. Edhe realisht kam fillu me shku në për takime vetëm me i dhanë vetit drejt që këto janë njerëz hipokritë, sepse nuk ka mundësi me kemë kështu. Kam shku, kam nëgju fjallën e Zotit të u prediku, kam nëgju muzikë të u lujt, e këngë të u kënu, edhe Zotit ka fillu me punu në jetën teme. Kam pas shumë biseda me Benin, por edhe me pastorin e kishës, David Hosafok, të pyt si ka mundësi, edhe unë fillua me pas një interes të madh me gjetë gjana që nuk shkojnë mirë në këtë komunitet. Pra, pse e thu kështu, se në fakt nuk ashtë kështu, po ashtë ndrysh. Edhe gjithmonë një peshë që e kam pas gjatë asaj kohë ka qenë dakord, këtë mund t'jenë gjanat vërteta, drejta, kështu si që thuhen, por unë nuk du me nru fe. Unë nuk du me u largu prej besimit që kanë pas të partë, nuk du me u largu prej atyne traditave, zakoneve që familja jeme ka pas. Edhe e kam pas i diqa shumë me peshë, me vlerë për mund atë ko. Mirë po, taman ka ndodhur një qarmatosje prej këtyne gjanave, për sa ko çdo herë që kisha një pyetje, përgjigjja ishte nëpërmjet fjalës Zotit. Prej u pastorit, shpeshherë prej Benit, por kur nuk dinte një përgjigje, kishim biseda me pastorin. Mashdash dikun të 5-6 muaj frekuentimi kishës, bisedat ndryshme, edhe kam kanë një natë në dhomë të lexu Ungjillin e Gjonit, edhe kam kuptu që Krishti ka vdek për mu. Kam kuptu që unë jam katar, që kam nevojë për faljen e tij, edhe ka kanë pikrisht ai moment kur me taman Zoti më ka mush mendjen plotësisht që nuk ka rrugë tjetër për shpëtim për mëkatin tim përveç se të i besu Krishtit si Zot edhe si shpëtimtar. Të besu që Krishti ka vdek, e ka marrë dënimin që unë kam pas me marrë, edhe vetëm këtë mënyrë ai është 100% i drejtë sepse e ka dënu mëkatin tim, është 100% i dashtun sepse ka vdek në kryq në vendin tim, edhe kam kuptu në atë kohë nuk e kam ditë që është këtë transakcion që unë ja jap Zotit mëkatin e ai mvesh me drejtsinë e tij. E kam kuptu shumë ma vonë si nocion, por ka ndodhur pikrisht kjo gjë. Pra, ai është i drejtë 100%, i dashur 100%, edhe këtu puqen të dyja dhe kështu ka filluar një rrugtim i jemi me Zotin. Në fakt gjaja e parë që kam ba, unë kam shku te familja jeme. Ne jena një familje e madhe. Unë kam 5 vëllezër, 2 motra, dhe gjaja e parë që kam ba mas këtij vendimi, patjetër kam thënë, unë du me nda në kish, këtë vendim që kam marrë, edhe e kam nda në kish, në takimin e parë që kam shku në kish, kam shpreh me gojën teme, nuk e di ku e kam marrë tanat nxitje e vullnet, sepse nuk e kam pas të lehtë ndonjëherë për me dalë edhe me folë përpara tjerëve, kur e kam marrë këtë gjë, e kam marrë këtë vendim. Edhe gjaja e dytë ka qenë që unë du me shku në familjen teme me i kallëzu për çka ka ndodhur në jetën teme. Sepse me taman është diçka që ti nuk mundesh me majt për mrena. Kështu që e kam pa që gjaja e parë, misioni i parë, puna e parë që du me bash, du me i kallëzu familjarëve të mi. Kam shku, kam nda Ungjillin me vllajin tem të madhin, Astritin, i cili sot është pastor i kishë ungjillore në Bajramçor. Edhe nuk po them se ç'a ndodhi, pra ka besu te Krishti, kam ftyu pastorin tem për me ardhë me ba disa biseda me te sepse ai kishte pyetje. Edhe ka ndodhur që në 5 vite krejt familja jeme, vëllezërit, motrat, baba jem ka qenë i fundit në familje, bile maj mend që me një grup besimtarësh të kishës në Shkodër, kishim shku në Bajramçor sepse filloi kisha ungjillore atje, vllai jem ishte polic në atë kohë, edhe
pa pas një strategji, pa pas një mendim se ç'është të ndodh, se ç'është të bë, na kena fillu me u taku me një grup personash atje gjatë pushimeve verore, kur unë kam shku në Bajramcor. Edhe thjesht jena taku në breg të liçenit, 2-3 persona tjerë besuan te Krishti, Migena Rama, Erioni, vllai Migenc, edhe jena taku për disa kohë në breg të liçenit thjesht të lexu Biblën bashkë, të kënu një këngë bashkë. Edhe pa ditë kështu ka fillu kisha. Një grup besimtarësh prej te kisha në Shkodër kena shku në Bajramcor me mbështet fillimet e kishës atje. Edhe majmën që kena kënë një natë të shtëpia e babës, 3 pastor, edhe një 7-8 besimtarë tjerë që ishim të diskutu haptas për ungjillin. Baba kishte ndëgju shumë shpesh ungjillin prej nesh, por atë natë një prej fjalëve që një pastor Gjefi i kishtë biblike baptiste Tiranës në atë kohë, ndau me të që i thot Zoti na jep si ka parë frymën e shejtë në momentin që na i besojmë atij. Edhe ky ishte një moment ose një varg që Zoti e përdori te Efesianëve 1:13-14, që e përdori Zoti për me ndriçu mendjen e babës teme, dhe në atë moment bile ishte një periudhë e tillë që na kishim lënë ka parë, pra baba kishte lënë ka parë me blej një pronë, një shtëpi. Edhe kuptonte shumë mirë çfarë do të thonë me elan kaparin. Edhe që thot tash e kuptoj sepse Zoti i bjen mas vetit, i bjen mrapa frymës shejt, nuk e lën frymën e shejt për me ikë një drejtim të gabum. Kështu që aja është lutë aty edhe ka kënë momenti kur i fundit në familje besoj te Krishti. Patjetër ka kënë një rrugtim shumë i bukur, me thënë drejtën. Tanë ato vite, të pa dorën e Zotit, se si Zoti ka përdorë vëllezën e motra, pra përdori një shok temin për me mftu në kish, por më përdori mu me që ungjillin të familja jeme, edhe sot vllai tjetër që është në Lezhë, është drejtuesi i kishës së vëllezërve, kështu që është shumë bekim i madh me pa familjen, jo vetëm që i ka besu Krishtit, por që edhe janë të i shërby Krishtit sot mas pothuajse 30 vitesh. Besoj Zoti ka mënyrat ndryshme se si flet me ne. Mënyra më e përplot besoj është nëpërmjet fjalës tij. Zoti na flet me fjalën e vet, na ka lënë fjalën e gjallë, fjalën që ka transformuar jetën time edhe të atyre që kanë besu. Kështu që them mënyra më e përplot dhe më drejt për drejt se si Zoti flet me ne është nëpërmjet fjalës tij. Kështu që aty e gjejmë këshillën për jetën, aty e gjejmë nxitjen për hapat që duhet marrim, për gjanat që nuk duhet bëjmë, nuk duhet nërmarrim. Kështu që unë besoj që është këshillë e plot fjala e Zotit. Nga ana tjetër ka nganjëherë nëpërmjet rrethanave, nganjëherë nëpërmjet individëve të ndryshëm që janë familjen e besimit. Zoti na flet nëpërmjet vëllezërve, motrave që janë me tamam të jetu në Zotin. Por edhe fjala e gjallë që është Krishti, pra vetë Krishti që na u ka shfaq, që na ka kallëzu kush është, na flet edhe patjetër mënyra më e plotë, sikur e thash, është nëpërmjet fjalës tij. Kështu që janë gjëra të ndryshme gjatë jetës që Zoti i përdor për me na nxit, për me na inkuraju, për me na fol, për me na dhënë një mesazh. Dhe lutja ime është që na të jena të njëshëm kashi mënyrë se si Zoti është të drejtu dhe të folë. Në vitin 2000 kam qenë mësues në një shkollë të mesme në Bajramcor, pra masi marrova studimet, dhe një misionare ka ardhur dhe më ka kërku nëse do ta kisha konsideru me punu me organizatën Shpresë për Botën. Ishin në nevojë për me pas një staf të një prej institucioneve rezidenciale, edhe unë kam shku aty dhe kam pa të shtëpia e fëmijës, i kam thënë po do të vi të shoh situatën. Sa kam hyrë të shtëpia e fëmijës, kam pa një mori të madhe fëmijësh. Një mori të madhe fëmijësh në sytë të cilëve kishte shumë trishtim. Nuk e di, dhe më thana shumë e vështirë me përshkru peshen e madhe ose atë lloj presioni që kam ndëgju kur kam hyrë në atë institucion. Pra, fëmijë që
me ta vënë syt i kishin zgurdullum, gati të kërku se nuk e di as qa dëna, po di qa dëna. Edhe kam hyrë një institucion edhe kam pa që në shumë prej krevatëve që kishin fëmijët në dhomat e gjumit, kishte Kurana. Sepse një organizat kishte kenë aty të operu për shumë vite. Kështu që ka kenë kjo rrethon, po thona një nxitje e drejt për drejt. Unë i kam thonë kësaj misionares Terezës, shife, nuk du me pyet për asë gjë, vetëm e di me siguri që Zoti më ndonë këtu. Në fakt gjaja e fundit që kam menduar ndonjëherë është që unë do të punoj me ndonjë institucion rezidencial me fëmijë pa kujdes prindëror, por nuk e di, ka një moment aq i plot edhe aq thash e kam shumë të vështirë me përshkru me fjalë, por aq nxitës, aq thirrës, sa unë nuk kam mujtë me i thënë jo asaj gjë në atë moment. I kam thënë shive, vetëm ja gjë unë du me marru vitin shkollor, sepse jam në punë, edhe sa po të marrë vitin shkollor në qershor, ishte prill i vitit 2000, kam thënë unë do t'jem këtu. Edhe patjetër Zoti e ka ndëru. Në atë kohë nuk e kam mendu se sa kohë kam me kenë të punu, por nëse më pyet sot, unë kishna thonë që në asnjë punë nuk mund të rri ma shumë se 3 vite, që maksimumi 5. Sepse ti mëson atë që duhet me mësu, merr atë që duhet me marr, jep atë që duhet me dhanë, edhe mund të vësh në një diçka tjetër. Sot jam 25 vite mrapa dhe kuptoj që një pozot në atë kohë ka pas shumë vlerë dhe ka shumë vlerë. Patjetër puna jonë ka dinamika, është e shtrime, është e zgjerume në mënyra të ndryshme dhe Zoti ka përdorur pikërisht binjen në një moment caktuar për me bë punën e tij, dhe nuk është punë jona, është punë e Zotit. Por Zoti e ka beku këtë gjë dhe sot shërbesa e Fondacionit Shpresë për Botën është, mundem me thënë, të lullëzuar Zotin në drejtime të ndryshme. Kjo po e Zotit për me punu të shtëpia fëmijës shkollore në atë kohë, ka kenë edhe mundësia që me njoft bashkëshortën time të ardhshme, e cila ka një zemër të madhe për fëmijët e vegjël, dhe me thonë, anëra e saj ka kenë që me u kujdes për fëmijët, me punu me fëmijët, për atë arsye dhe ka studiu që me punu me fëmijët, me thonë, por në momentin që Zoti e ka drejtu të shtëpia e foshnjës, ajo edhe sot, mas 25 vitesh, është stacionuar aty, punon, pra është prezente në jetën e fëmijëve 0 deri në 5 vjeç në Shkodër. Pra Zoti na ka drejtu të kenë punë bashk, të kenë në një kishë bashk, të Kisha Biblike Baptiste në Shkodër, por edhe të bëjë disa aktivitete qoftë mbështetjen e kishës në Barancur, pra të kenë bashk në disa drejtime, avash kena fillu me pas një pëlqim për njëri tjetrin, pra një person që ti e shef në punë, një person që e shef në kishë, se si është, Zoti na ka drejtu bashkarisht, edhe Zoti na ka dhënë 3 fëmijë, secili prind mendon që fëmijët e tij janë të mrekullueshëm. Unë besoj që Zoti na ka dhënë fëmijë të mrekullueshëm edhe s'ka bë gabim. Është Edona që është 21 vjeç edhe sot studion, është në Amerikë me studime, por kena edhe 2 djemë që janë në shkolla austriake në vit 5 edhe në klasë 8 të shkolla austriake po ashtu. Edhe fëmijët tonë gjatë tanë këtyne viteve kanë kenë pjesë asaj që Zoti ka bërë në jetën tonë. Pra kanë ardhur të luajtë instrumentat të shtëpisë e fëmijës qysh në një moshë të hershme. Pra kanë kenë pjesë aty që Zoti ka bërë në jetën tonë dhe kanë kenë pjesë shumë e rëndësishme. Në fakt Zoti na ka dhënë mundësi kaq shumë vetëm të i pas fëmijët edhe të i përdor fëmijët si instrumenta për me u lidhë me familje, për me u lidhë me prind fëmijëve që janë në shkollat ku fëmijët tonë kanë shku. Kështu që Zoti e ka përdor në mënyrë të mrekullueshme edhe këtë gjë për me na dhënë një familje, por edhe me na përdor si familje.
unë du me prunë vëmendje një prej momenteve që ka kanë jashtëzakonisht të vështirë për jetën tonë. Në vitin 2015 kishim përvjetorin e martesë. Edhe djali i vogël kishte shumë ditë që kishte ka nismur edhe i them nusës ç'a po bëjmë, pra ishte më mirë djali edhe mund dalim dikon të bëjmë diçka. Thot lutem, a mund të pastrojmë shtëpinë sepse për 3-4 ditë djali s'ka kanë mirë edhe vëm për emrin e Krishtinjes ne na martu me 29 nënor. Kështu që vëm për emrin e Krishtinjes bëjmë një ambient mirë për fëmijët kështu. Kena vendosur kështu, ka ardhur vaj jem, kena punu të anditën, e kena kthy shtëpinë për smari, edhe kena vu pemën, dekorimet, fëmijët ishin të agja, janë kthy në shtëpi, e kena pas shtëpinë fantastike. Jena qut nesërmen një ditë e dile, të një muzikë krishtër, kena hangër mjesin me shku në kish. Kena shku në kish, kur jena kthy, para se me u kthy bile në shtëpi, thot nusja, Fred, me që kena la perdet e tana gjanat të shtëpia, të lutem, a i marrim edhe të kishë edhe i kryjmë edhe të kishë edhe ndoshta e bëjmë gati për me zbukuru ambientet për Krishtinje, po shumë mirë. Kena kënd të fundit që jena largu prej kishe, nërkohë kena shku në orën 12:10 qerek në shtëpi, edhe kena pa që shtëpia është e djegun. Ka një moment i vështirë me 2 zjarfikse që ishin të fikë zjarin, kena pa që mundi jonë i shumë viteve për një moment shkon. Familja ka kënë bashkë, 85 ne kena kënë bashkë, kena kënë shnosh. Ajo që kena përjetu me thonë drejtën ka kënë vështirë, edhe nështë duhet një emision tjetër për me tregu për mënyrën si Zoti na kishte thonë atë shtëpinë përmjet një drejtuesit kishte unë misionar, do të thonë tamam si një dhuratë prej Zotit shtëpia dhe gjithmonë kena thonë shtëpia nuk është e jona, është e Zotit. Edhe me pa në atë gjenje ka kënë vështirë. Ajo që ka ndodhë është që ky moment na ka ndihmu me kënë bashkë. Pa tjetër, nuk mund është mos me e kërku ftyrën e Zotit në një moment vështirë, si puna ti, por në të njëjtën kohë na kena përjetu një dashni kaq të madhe, një kujdes kaq të papërshkrueshëm. Gjatë edhe asaj dite ku kena pas 4-5 persona që na kanë thonë, hajde, kena dhomen gati për ju me ardhë. Ose kena 2 shtëpia, hajde të njëna prej shtëpive me nejt pa qëra, pa asi problem. Mirë po kena përjetu gjana tilla si antarët komunitetit rom që kanë ardhur me ato 3 ciklet e veta, me pastru gjanat që ishin djeg plotësisht. Edhe kur kam ba gati pagesën për me ju dhanë, nuk kanë pranu me i marë. Persona me cilë të punojmë, pa tjetër kisha në këtë rast, na gjithmonë presim, si të krishter që kisha gjithmonë është gati për ty, ne na gati për njëri tjetrin, por me pa një kujdes të jashtëzakonshëm prej jo kishës, po prej komunitetit, prej personave qoftë në bashki, qoftë në komunitet, qoftë shok të klasave të fëmijëve, që për 3-4 ditë, për shembull klasa e djalit, ka pru një shumë të konsiderueshme të hollash, 3-4 ditë masi kishte ndodhur ngjarja. Edhe nuk e di, kena pa dorën e Zotit në veprim në shumë mënyra. Dhe ajo që kena kuptu në atë kohë, edhe që me thonë drejtën se harroj kur, është që ne nuk kena asnjë gjë pronësi. Administrator po, për sa kohë nuk e dim, sot e kena, nesër se kena, por kena kuptu që gjaja që nuk mundet me na marrë kush prej jetës tonë, është besimit e Zotit. Edhe me thonë drejtën, kjo ka kënë inspiranca që na ka majt në atë kohë, por na majt në çdo ditë, edhe kur jena mirë, edhe kur i kena tana situatat që janë të shku në favorin tonë, Zoti është aty. Gëzimi i Zotit nuk është diçka sipërfaqësore.
është diçka rrënjësore që me thonë drejtën pavarësisht rrethonave, pavarësisht çfarë tu përjetu, pavarësisht çfarë tu kalu, gëzimi i Zotit është aty, është rrënjësore dhe besimin te Zoti s'ta merr kurkush. Kështu që nxitja jeme, lutja jeme, jo vetëm për jetën teme, të fëmijëve të fëmijë, të familjes teme, po për çdo një gjusi, është që mbështete besimin tënd vetëm te ai. Nuk lun kurrëherë, nuk ndryshon asnjëherë, nuk është me hanë, sot mirë, nesër jo mirë. Prandaj çdo gjë tjetër është ranë. Shkami është Krishti, kështu që duhet pas besimin aty na kena marr forcë. Zoti prapë kena pa dorën e Zotit për 5 muaj, shtëpia është rindërtu, shumë më e mirë se sa ishte më përpara. Kështu që kena pa tamam dashamirësinë e Zotit, por edhe dashamirësinë e shumë njerëzve në këtë kohë, domethënë që nuk e di, në mënyra nga më të ndryshmet, Zoti të na thonë që du shumë, jam këtu për ty, nuk të la, nuk braktisi, kam plan më të mirë se sa ti e mendon në këtë gjë dhe nuk e di, ka një kohë që Zoti na ka mësu kaq shumë gjëra. Nuk e di, shpresoj që një person i tillë nuk është pas hy, sepse vetëm me pa krijimin e Zotit, vetëm me pa mënyrën si Zoti na ka kriju ne, po ka kriju çdo gjë tjetër, me thënë drejtën nuk mundet me thënë dikush që Zoti nuk flet. Mjafton me pa krijimin. Edhe nxitja jeme për ato persona do të ishte hapi syt, e shif qiellin, hapi syt e shif malet, hapi syt edhe kupto se si çdo gjë është në rregull, çdo gjë funksionon në këtë botë për te njerëzimit, por krijimi i Zotit është i mrekullueshëm. Një gjë tjetër edhe një mënyrë krejt praktike se Zoti të flet është nëpërmjet ndërgjegjes. Unë besoj që ti e kupton shumë mirë kur dikush bën diçka të keqe karshi teje. Mos e bën njëjtën gjë karshi dikujt tjetër edhe është krejt gjë thjesht me e kuptu edhe me e pranu. Por unë besoj që secilin individ Zoti e ka kriju me një nevojë aq të madhe sa nuk ka as pasuri, as pushtet, as gjendje civile që e përmush, por vetëm Zoti mundet me e përmush. Zoti na ka kriju me këtë nevojë dhe derisa të përmushësh këtë nevojë e cila përmushet vetëm të i besu Zotit, të i besu asaj që Zoti ka bërë nëpërmjet Krishtit Jezus në kryq, është e pa mujtun me pas këtë boshllëk të mushën. Prandaj nxitja jeme është që secili me i drejtu sytë të Zoti, ne jena krijesat e tij. Edhe nëse na kena një konflikt me Zotin, pra në momentin që nuk i kena besu atij, jena armiq të Zotit. Edhe lutja jeme është që mos me vazhdu me kryenetësi me kënë armik i Zotit. Është ma e shnetshme për ty, ma e mirë për ty, ma e mirë për shoqërinë ku jetojmë, nëse ti beson Zotit edhe dorëzohesh për atij, kupton atë që ai ka bërë nëpërmjet Krishtit Jezus, tu e marr dënimin përjetshëm tonin edhe të tonë aty në që besojnë. Prandaj Zoti po flet edhe ka dëshirë me të folë edhe ty. Miku ju na tha sot se Zoti flet dhe ai ka dëshirë të flasë edhe ty. Le të mos vazhdojmë me kurrësi që të jemi armiqtë e Zotit, por t'ia dorëzojmë jetën tonë atij. Perëndia po të flet sot. Ai nuk është larg, nuk është i heshtur, apo i pa interesuar për jetën tënde. Ai të sheh, të njeh më mirë se kushdo tjetër dhe po drejtohet pikërisht në këtë moment. Perëndia nuk flet për të dënuar, përkundrazi, ai flet për të të afruar tek vetja, për të udhëhequr drejt jetës që ai e krijoi për ty. Mos i kundër atij që të do më shumë se kushdo tjetër. Ti nuk je krijuar për t'i rezistuar Perëndis, apo për t'u fshehur atij. Përkundrazi, hape zemrën edhe jepja veten tënde plotësisht atij. Dorëzimi nuk është humbje, është zgjidhja e paqes, qëllimit dhe e shpresës që vetëm ai mund të ta jap. Tek letra e Hebrejve në kapitullin 3 në vargun 15 thuhet: Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si në ditën e kryengritjes.
Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të zgjedhësh t'ia dorëzosh zemrën tënde atij që të deshi i pari. Vetëm atëherë do të zbulosh, se ai ka qenë duke të pritur gjatë gjithë kohës.